Abbas bin Firnas ushqua në shekullin e 9, që prej kohëve më të lashta njeriu duke vëzhguar shpend, ka bërë përpjekje të shumta për të arritur të fluturojë. I pari prej kërkuesve që kreu studime mbi fluturimin njerëzor, më i famshmi i kërkuesve italian, ishte Leonardo da Vinci. Ishte Abbas bin Firnas, filozof, poetësh e shpiks që jetoi në Andaluzi, Spanjën muslimane, në shekullin e 2 Hijri 9 e erëson. Ai formuloi teoritë e tij mbi mundësinë e fluturimit njerëzor, prej të cilave kreu edhe eksperimentet që i dhan epitetin fluturuesi i parë arab. Ai ndërtoi një aparatur për fluturim që përbëhej nga 2 krahë, me që eksperimenti ishte një prej etapave kryesore në studimet e studiosëve musliman. Të parët që përdorën metodën eksperimentale ishin në të vërtetë muslimanët, ndërsa në Evropë ajo u përhap prej Roger Baconit, që kishte shkuar të studionte në Spanjën muslimane. Ashtu si dhe shumë kërkues të tjerë evropian të kohës së tij, ai u ngjit në majën e minares së xhamisë së madhe të Kordovës dhe u hodh në fluturim drejt qytetit. Ishte viti 861 i erëson. Me këtë eksperiment, ai mbylli jetën e tij tragjikisht në shërbim të shkencës. Koloneli i aeronautikës italiane, Attilio Carrara, në një libër të tij të titulluar Në kaltërsi, aeronautika prej origjinës së saj legjendare deri në ditët tona, e kujton kështu ngjarjen. Një libër i vjetër arab tregon se në Spanjë, në oborrin e kalifit Umejad Abdurrahman II, jetonte një mjek i famshëm, Ibn Firnas, i cili kishte fituar famë të madhe për shpikjet e tij gjeniale. Ai, siç na tregon një libër i titulluar Parfumi i degës selulozuar të Andaluzisë, kishte shpikur një mekanizëm me orë, të cilin ja kishte përshtatur një aparati të prodhuar për të fluturuar si zog. Në të vërtetë nuk dihet se nga çfarë përbëhej ky aparat. Dihet vetëm se një ditë Ibn Firnas kërkoi t'i tregonte popullit të Kordovës origjinalitetin e rrallë të veprës së tij. Populli i qytetit u mblodh në sheshin e madh dhe shkencëtar i guximshëm, pasi kishte veshur 2 palë krahë, i pritur me padurim nga publiku i mbledhur dhe nga vetë kalifi, prisi i kohës, priti erën e favorshme dhe u hodh në fluturim. Por pesha e trupit të tij, pavarësisht nga ndihma që i jepnin krahët, e përplasin në tokë, pasi kishte fluturuar mbi qytet. Abbas bin Firnas pra ushqua për zbulimin e parë të fluturimit me 2 krahë. Ai i dha botës një mesazh të fuqishëm se sot nga ajo kohë dhe si sot pra ne fluturojmë me aeroplan, helikopter dhe fluturake të ndryshme, të cilat dita ditës janë duke u zhvilluar me një zhvillim të madh enorm.